Një djalosh 18 vjeçar me emrin Ardi dilte shpesh vetëm me varkën e tij të vogël në një liçet të qetë afër fshatit. Një mëngjes vere, ndërsa dielli reflektonte mbi ujë, ai vuri re diçka që vezullonte. Ishte një kanaçe. Kur shikoi më mirë, ishte i lidhur me një kanaçe tjetër në fund të liçenit. U afrua, hodhi spirancën, vuri syze të zhytjes dhe u fut nën ujë. Aty poshtë gjeti një kanaçe të vjetër, të mbuluar me baltë. Nën të ishte një kuti. Me vështirësi e nxorri në varkë dhe hapi. Brenda nuk kishte ari, por diçka edhe më të çmuar. Dokumente të vjetra të një familje fisnike që ishin zhdukur gjatë luftës. Dokumente pronësie, medalje të rralla dhe letra të dorës nga viti 1912. Më vonë fal këtyre dokumenteve, një familje në qytet e rifitoi tokën e humbur të gjyshërve të tyre dhe Ardi u nderua si hero lokal. Dhe që atë ditë, ai nuk doli më thjesht për të vozitur, por për të kërkuar historinë e humbur nën ujë. Mos harroni like, share, comment dhe subscribe. Planet RKS ju sjell video të tjera.